Mirë se po takohemi të dashur miq të emisionit Familja Jon, faleminderit. Këtë diel në Familja Jon, duke filluar nga ora 16 në Kanali 10, ju presin tema interesante dhe të ftuar të veçantë. Në pjesën e parë së bashku me kardiologun Dr. Artan Ahmeti, flasim për sëmundjet e zemrës dhe rreziqet që sjellin temperaturat e larta gjatë verës. Shpesh pacientët thonë, pse ky nuk ka nevojë me marrë infuziona? Realisht ajo është pikërisht problemi më i madh. Ai ka nevojë me hek langje, jo me marrë. Në rubrikën Magjikët e Vegjël mirëpresim fëmijët e klubit të futbollit Elite FC, të cilët sapo janë kthyer nga turneu Iber Cup në Portugali, ku arritën një sukses të jashtëzakonshëm duke u kualifikuar deri në gjysmëfinale. Kena fitu edhe 9-1 një lojë, dhe mund të jetë vetë që halo kena desh më shumë. Po ka dalë se i bënëm në ngulla, jo për në ngulla, po përse mësë mi bëmë 15. Në blokun e tretë së bashku me doktoreshën Luljeta Hetemi, specialiste biokimis klinike, flasim për problemet hormonale që mund të vështirësojnë humbjen e peshës dhe si mund të identifikohen e trajtohen ato. Frigoriferi është truri jonë, kur dalim për me ble ushqimet, atëherë të orientohemi të gjërat e shëndetshme, jo të gjërat e pashëndetshme, sepse me tru shkon dhe ushqimi. Për këto dhe shumë materiale të tjera interesante, ju presim këtë diel në ora 16 në Kanal 10 me Familja Jon. Familja Jon mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Spitali për Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali Varësive Rezonanca 3, Imperium Focus Energy, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze, Klinika Dentare ADC.